Një fundjavë mbushur me emocione dhe duar trokitje për ardashësit shkodran dhe jo vetëm, me premierën e dokumentarit kushtuar aktores legjendare të humorit shqiptar, Zylliha Miloti. Një mirë rolet e saj është titulli simbolik i këtij dokumentari që u shfaq për herë të parë në Kinema Republika në Shkodër, duke i sjellë për publikun jetën dhe karrierën e një prej figurave më të dashura të artit skenik shqiptar. E pranishme ishte edhe vetë artistja Zylliha Miloti. Ju keni qenë edhe jeni përsëri frymëzimi jonë. Jeni shpirti jonë, jeni zemra jonë. Ju faleminderit shumë faleminderit për ju. Regjizori i dokumentarit Arjan Çoliqi solli një rrëfim të ndjerë mbi procesin krijues, duke thënë se puna për këtë projekt është një përgjegjësi e madhe, por edhe privilegj përballë një personaliteti kaq të veçantë dhe të dashur të publikut shqiptar. Gjatë mbrëmjes u shprehën gjithashtu kolegë të aktores nga estrada profesioniste e Shkodrës, artistë nga breza të ndryshëm, miq dhe bashkëpunëtorë që kanë ndarë me të skenën për dekada. Bësh dokumentar për Zylliha Miloti, një aktore me përmasat të mëdha, është ner i madh për mua, por është edhe një detyrim dhe një përgjegjësi e madhe. Do thoshe përgjegjësi e madhe sepse ajo është për dhënë dimensionet e saj është jo e lehtë. Jo e lehtë sepse unë i di mirë çdo thotë që të shpalosësh në një orë gjithë karrierën e 65 viteve të një aktore që e kam thënë edhe dikun tjetër që janë aktorë që vinë një herë në 100 vjet. Një jetë tonë kam punu me dhe, një jetë tonë. Është aktore e madhe humorit, kam pas fatin që kam pas partnere mi 35 vjetë, dhe pas partnere Zylliha Milotin, është si një azmatik që ka bombën e oksigenit këtu, aja është i bombën. Edhe ka kënë shumë aktore e madhe, edhe i ka kushtu jetën. Kanë metë edhe me i fmi. Ja po marrë pjesë në këtë festival, ja po marrë pjesë në këtë. A kuptone, është sakrificë e madhe. Është kënaqësi që jemi sot në Shkodër, në një event tepër të rëndësishëm për një aktore të shkëlqyer që ka lënë vlera në artin shqiptar, për Zylliha Milotin, shkodranën e famshme, artisten e skenës edhe të ekranit, që me artin e saj ka bërë me të vërtet të kënaqen gjitha spektatorët të shqiptar, të qeshin, të kënaqen, të dorëtorkasin për artin e saj të mrekullueshëm. Ajo padyshim është e pakrahasueshme dhe është kënaqësi që ne e kemi akoma dhe që të marrë pjesë në skenë edhe në ekranin shqiptar. Unë mendoj që kam frikë sa është pak një seri, e duhet me kenë një dokumentar me shumë seri. Për me folë për Zylin, dhe me thanë, vetëm unë mundë me bëj seri. Imagjina se sa partner ka pasaja në jetën e vetë, sa artista, sa filma, sa, aja thot i mi, skeqe, po unë mendoj që ka ba, ndoshta 2000. Sepse në çdo premier kam prit me ba 10. Dhe që imagina sa premiera estradet janë banë Shkodër të 40 sa vjetë, 50 asaj bjen. Dhe me thanë, Zyli është një dhe nuk mund të bëhen, është mretnesha jonë, po asë një diskotek. Dokumentari përfshin fragmente nga rolet më të njohura të saj në komedi, intervistë ekskluzive, arkiva filmike dhe rrëfime nga njerëzit që e njohin nga afër, duke sjellë një portret të plotë të artistes që është bërë pjesë e kujtesës kolektive shqiptare. Zylliha Miloti, me 10 vite në skenë, mbetet një nga emrat që i ka dhënë identitet të veçantë humorit shkodran, por edhe artit kombëtar, me një stil të pashoq, spontanitet dhe një dashuri të thellë për publikun. Kjo premier ishte një nderim për jetën e saj, një përkujtim i bukur për të gjithë ata që janë arritur me rolet e saj dhe një vlerësim për kontributin e paçmuar që ajo i ka dhënë kulturës shqiptare.